Kosova po mirëpret garuese mysafir nga vende të ndryshme të botës në një ngjarje me karakter fetar e kulturor. Përveç garës ndërkombëtare të Kuranit që po zhvillohet këto ditë, ajo që po I lë më shumë përshtypje vizitorëve të huaj është mikpritja e njerëzve, bukuria e vendit dhe ekspozita arabe që po mbahet në vendin tonë. Ata ndajnë emocionet dhe përshtypjet e tyre nga vizita e parë në Kosovë. Është hera e parë që vij në Kosovë. Kur kam ardhur këtu, kam menduar se jam në vendin tim. Kosova është një vend I qetë, I bukur, njerëzit janë të buzëqeshur dhe shumë të afërt. Do t'ju them njerëzve në vendin tim që ta vizitojnë Kosovën, sidomos xhamit, janë shumë të bukura dhe të mbushura me shpirt. Ndërkohë një tjetër pjesëmarrëse, e cila është edhe garuese e Kuranit, thotë se Kosova I ka lënë përshtypje më të mirë se sa e priste. Vendi është më I rehatshëm se Italia. Më ka lënë përshtypje sjellja e njerëzve dhe përkushtimi I tyre ndaj xhamive. Për të dy vizitoret, ekspozita me motive arabe që po mbahet këto ditë në Prishtinë është një pasqyrë e rëndësishme e kulturës dhe traditës. Pamjet më japin ndjesinë sikur jam në vendet arabe. Kjo ekspozitë u tregon njerëzve se çfarë kulture dhe historie përfaqësojnë vendet muslimane. Ekspozita më ka pëlqyer shumë. Gjërat që janë ekspozuar janë shumë interesante, sidomos për ata që nuk janë musliman, sepse ju jep mundësinë të kuptojnë më shumë për këtë kulturë. Kosova këtë herë nuk është vetëm mikpritëse një gare, por edhe një ure përmes së cilës po përcillet kultura, feja dhe tradita përtej kufive, duke lënë bresa të thella tek ata që për herë të parë kanë ardhur në këtë vend.